Bllokimi I disa akseve kryesore në Tiranë gjatë marshimit të protestuesve të premte në mbrëmje ka sjellë procedimin penal të 15 personave. Në një njoftim zyrtar, policia e shtetit bëri të ditur se ndaj tyre janë ngritur akuza për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestimet palishme, prishje të rendit dhe qetësisë publike, si dhe pengim të qarkullimit të mjeteve të transportit. Sipas policisë, nga veprimet hetimore ka rezultuar se tubimi I njohur për të zhvilluar në orën 19 deri në orën 22 në sheshin Skënderbej dhe në bulevardin Dëshmorët të Kombit ka dalë jashtë itinerarit dhe orarit të deklaruar zyrtarisht. Uniformat blu bëjnë me dije se protestuesit vijuan marshimin në disa prej akseve më të ngarkuara në kryeqytet, përfshi rrugën e Elbasanit, zonën e Nënkatëshve, Ish-bllokun dhe segmente të Unazës, ku u bllokua qarkullimi I automjeteve dhe u krijuan rëndime të konsiderueshme të trafikut. Në kuadër të hetimeve, policia ka sekuestruar në cilësinë e provës materiale një automjet dhe 2 aparate celulare, të cilët do t'i nënshtrojnë ekzaminimeve të mëtejshme. Materialet procedurale janë referuar prokurisë, e cila do të vijojë për zbardhjen plotë rrethanave dhe përcaktimin e përgjegjësive ligjore.